Zbulojnë kërkesat e opozitave të Këshillit Bashkiak për shkarkimin e Veliajt. Në datën 25 shkurt 2025, Nisma, LZK dhe PR kanë depozituar për herë të parë kërkesën me objekt nisjen e procedurave për zëvendësimin e kryetarit të bashkisë. Baza ligjore e përdorur nuk referon në asnjë pikë me ndonjë dispozitë të kushtetutës. E vetmja referencë është neni që ngarkon Këshillin Bashkiak t'i propozojë Këshillit të Ministrave shkarkimin. Në datën 9 maj 2025, grupi i këshilltarëve të Partisë Demokratike ka bërë kërkesë për thirrjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak me objekt zbatimin e nenit 62 shkronja C e ligjit për vetë qeverisjen vendore dhe propozimin në Këshillin e Ministrave të shkarkimit të zotit Erion Veliaj. Të dyja shkresat referojnë vetëm nenin 62 shkronja C e ligjit për vetë qeverisjen vendore. Në asnjërin nga kërkesat nuk duket gjëkundi neni i kushtetutës që opozitar të thekur po bërtasin se duhet të mbrohet. Bashkimi i opozitarëve me avokatët e Veliajt në qëllimet e këtyre të fundit për të fituar gjyqja e Strasburgu e bën të dyshim të gjithë betejën e opozitës për zëvendësimin e kryetarit të bashkisë. Neni 115 ishte neni i zgjedhur nga avokatët e Veliajt për të bllokuar procesin e shkarkimit. Ai nen nuk gjendet në asnjë nga paragrafët e kërkesave të artuara nga opozitat në Këshillin Bashkiak. Ai nen hyri në gojën e opozitës vetëm pasi u shkrua nga avokatët e Veliajt dhe kjo i shpjegon të gjitha.